Aksidentohet deputeti Shkodrës Tom Doshi. Ngjarja e rënd u shënua në aksin Shkodër-Velipoj, në vendin e quajtur Qaf Shtiqen. Mësohet se ka qenë një automjet tip BMW me targa AA 535 AR i drejtuar nga shtetasi Ramadan Gjekaj, i cili ka humbur kontrollin e mjetit, duke u përplasur me mjetin e deputetit në krahun e shoferit. Automjeti Doshit, tip Audi me targa AA 833 JV, drejtohej nga shoferi Klodian Mema, ndërsa deputeti ndollej pasagjer. Përplasja ka qenë e fortë, por për shkak se mjeti i deputetit Doshi ishte i blinduar, as ai dhe as shoferi i tij nuk kanë pësuar dëmtime. Deputeti po udhëtonte drejt Velipojës, kurse automjeti tjetër po kthehej për në qytetin e Shkodrës, ndërsa nuk dihen motivet se pse ai ka humbur kontrollin e mjetit. Policia ka mbërritur në vend ngjarje për të zbardhur detajet e plota të ngjarjes.